الحب يا الله في داخلي يسري يضيء كنور الشمس ينفح كالعطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në trajtimin e lëndës së historisë, në përkthimin e literaturës përkatëse. Jemi më konkretisht akoma në trajtimin e historisë së feve të tjera përveç fesë islame. Dhe sot, inshallah, do të trajtojmë fen hebraike ose jehudizmin. Jemi tek hyrja që ka përmendur autori në trajtimin e kësaj tematike në librin e tij me 5 vëllime që jemi duke përkthyer, dhe thot në fillim të kësaj teme: Dinul Ibraniye qabla Musa. Feja hebraike përpara Musës, pra profetit Musa alayhis salam. Si fillim, autori këtu ka përmendur atë që mendoj se është këndvështrimi laik i kësaj teme. Ashtu siç kemi përmendur më herët, kemi treguar që autori këtu përmend opinionet të këndvështrimeve të ndryshme, le të themi, në lidhje me një çështje të vetme, ndërsa në vazhdim përmend atë që është opinioni islam në lidhje me çështjen, dhe që ne konsiderojmë si të vërtet absolute bazuar mbi Kur'anin dhe Sunetin, që është origjina e tyre prej Ibrahimit alayhis salam dhe vazhdimësia me profetët e tjerë që kanë ardhur më pas dhe me çdo gjë që ka të bëjë me ngjarjet e rëndësishme në historinë e këtij populli. Por si fillim, autori përmend: Rubbama yarji'u aslul ibraniyin turaniyin alladhina yantamuna ila ash-shu'ub allati takallamat al-lughat as-samiyya ila as-sahra as-suriyya al-arabiyya haythu dhallu yatanaqqaluna qurunan hunaka bayna janabat tilka as-sahra. Ndoshta origjina e hebrejve turanian, të cilët i përkisnin popujve që flisnin gjuhët semite, kthehet në shkretëtirën siriano-arabe, ku ata lëviznin për shekuj me radhë ndër hapësirat e asaj shkretëtire. Kur thot autori hebrejve turanian, nënkupton një vendbanim ose një zonë origjine, aty ku ndodhet mali ose kodra Tur, për këtë arsye quhen turanian. Ndërsa origjina semite nënkupton popull që kanë origjinën nga Sami, djali i Nuhut alayhis salam, për të cilin sipas fesë islame tregohet në transmetime të haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam, përmendet që Nuhu alayhis salam ka pasur 4 djem, njëri prej së cilëve ishte mosbesimtar dhe 3 të tjerët ishin besimtar, dhe këta të 3 që mbijetuan pas përmbytjes së madhe quheshin Sami, Hami dhe Jafith. Prej Samit e kanë origjinën, sipas këtyre transmetimeve, e kanë origjinën arabët, persët, hebrejt dhe romakët. Prej Hamit e kanë origjinën popujt e Afrikës, ku përfshihen koptasit, barberët dhe sudanezët ose zezakët që i njohim ne. Po ashtu, prej Jafith e kanë origjinën slavët, turqit dhe jexhuxhët dhe maxhuxhët. Për secilin prej këtyre është e përshtatshme që të mbahen ligjëratat e posaçme që t'i trajtojnë, siç thot Allahu në Kur'an në surën Hujurat: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. O ju njerëz, me të vërtet ne ju krijuam prej një burri dhe një gruaje, dhe ju bëm juve popull dhe fise që të njiheni me njëri tjetrin, me të vërtet më i miri për ju tek Allahu ose më i nderuari është ai që është më i ruajturi, më i devotshmi, me të vërtet Allahu është i gjithdijshëm, i mirë informuar. Pra,
Allahu jo pa qëllim i ka krijuar njerëzit të ndryshëm në vendbanimet e tyre, në origjinat e tyre, në ngjyrat e tyre të lëkurës, në gjuhët e tyre, në zakonet, traditat, kulturën e vendit përkatës etj. etj. Në mënyrë që ata të ndërveprojnë me njëri tjetrin, ama kriteri për të vlerësuar një person se sa i mirë është apo sa i keq është vepra e tij dhe jo këto gjëra të cilat ja ka dhënë Allahu të gatshme, por veprat të cilën ai e zgjedh me vullnetin e tij të lirë. Për këtë arsye thuhet në fund të ajetit që ai që është më i nderuari është ai që është më i ruajturi. Më pas, huwa kama fa'alat jama'atun samiyya ukhra qabla wa athna'a dhalik faqad khayyamu fil bawadi al-arabiyya ash-shamaliyya ala tukhum al-wahat أو في المناطق التي كانت تغطيها بعض النباتات عابرين القفار المجدبة والمغطاة بالصخور والمسطحة بالحصى والرمال المتحركة. Ashtu siç vepruan edhe grupe të tjera semite para dhe gjatë asaj kohe, ata ngrinin çadra në stepat arabe veriore, në kufijtë e oazeve ose në zonat që mbuloheshin nga disa lloje bimësie, duke përshkuar shkretëtira të thata dhe të zhveshura, të mbuluara me shkëmbim të rrafshët, me zhavor dhe me rër lëvizëse. Këtu duhet kemi parasysh kontekstin e ngjarjeve. I gjithë gadishulli arabik, pothuajse, ka qenë për mijëvjeçar me radhë, jo thjesht shekuj, por për mijëvjeçar të tërë, një zonë në të cilën ishte e vështirë të gjeje vendbanime fikse, pra fshatra ose qytete, të cilat të kishin banorë vendas autokton që qëndronin aty prej brezash, për arsye se burimet kanë qenë shumë të kufizuara dhe veçanërisht uji. Dhe kjo e bënte që jetesa e banorëve të kësaj zone të ishte e vështirë dhe të ishte e nevojshme që her pas here të zhvendoseshin nga njëri vend në tjetrin, pra të mos kishin një vendbanim konstant. Dhe vetëm në shekullin e kaluar, me përparimin e teknologjisë, ka filluar të mos ekzistojë më ky problem në gadishullin arabik gjerësisht, edhe pse ka akoma sot tek ditë njerëz të cilët vazhdojnë ta praktikojnë këtë dukurinë e beduinëve që njihet, pra që të zhvendosen dhe të mos kenë një vendbanim fiks, por ama është një dukuri e kohëve të fundit që të ketë vendbanime fikse gjerësisht nga dishulli. Ndërsa më herët ka pasur vendbanime, nuk është se s'ka pasur, por kanë qenë të pakta, siç njihet për shembull Meka apo Medina apo Taifi apo qytete të tjera të cilat janë historike, janë shumë të vjetra, ama shumë prej qyteteve ndërkohë janë të reja. Më pas, kanat khiyamuhum ibaratan an julud jimal aw ma'iz yansibunaha ala ارتفاع منخفض من سطح الأرض وتحت ملجأ كهذا كانت تسير حياتهم الجماعية في مجراها مستقلة أو مكتفية بذاتها. Çadrat e tyre ishin prej lëkurësh deveje ose dhije, të cilat i ngrinin në një lartësi të ulët mbi sipërfaqen e tokës dhe nën një streh të tillë jeta e tyre kolektive zhvillohej në mënyrë të pavarur ose të vetmjaftueshme. Wa ashat kullu ashiratin muktafiyatan bi dhatiha wa li dhatiha. Çdo fis jetonte i mjaftueshëm për veten dhe për interesat e veta. Wa kana روتين الحياة اليومي ينظمه شخص فرد مسيطر وهو الشخص الحاكم الأكبر سنا أو شيخ العشيرة والذي ما زالت المفردة العربية شيخ تستعمل حتى الوقت الحاضر للدلالة عليه. Ritmin e jetës së përditshme e rregullonte një person i vetëm me autoritet, zakonisht me i moshuari ose kryeplaku i fisit. Fjala arabe sheikh përdoret ende sot për ta emërtuar atë. Pra ky lloj organizimi fisnor ka qenë një dukuri e zakonshme tek popujt e vjetër deri në kohë goxha të vona,
dhe është i pranishëm akoma sot e kësaj dite në një pjesë të vendeve të botës. Kanat adawatuhum wa aslihatuhum masnu'atan min al-hajari fi tilka al-uhud al-ghabira kama kanat mu'taqadatuhum fi shakliha al-bida'i al-awwal. Veglat dhe armët e tyre ishin prej guri në ato kohëra të lashta, ashtu si edhe besimet e tyre në formën e tyre të parë primitive. Këtu është e nevojshme të theksojmë që ne muslimanët kemi një këndvështrim tjetër në lidhje me origjinën e popullit hebre. Pra, themi që në origjinën e tyre ata ishin popull musliman për nga aspekti fetar, duke konsideruar ne musliman profetin Ibrahim dhe më pas profetin Ishak, djalin e tij, dhe më pas profetin Jakub, djalin e tij dhe niprin e Ibrahimit alayhis salam, dhe më pas profetin Yusuf dhe vëllezërit e tij, pra fëmijët e Jakubit ose Israilit, prej së cilit ka marrë emrin edhe shteti terrorist i Izraelit sot. Ndërkohë që Izraeli faktikisht si person ka qenë një person i lavdërueshëm dhe ka qenë një person i devotshëm që i bindi Zotit dhe nuk ka qenë në rrugën genocidiale të cilën ne e shohim sot. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për t'u theksuar në mënyrë që mos të imagjinohet sikur këta profet të vjetër të nderuar kanë qenë kështu siç i shikojmë ta njerëz që shikojmë sot në shtetin sionist. Ndërkaq, origjina e tyre, pra për nga aspekti fetar, kanë qenë musliman dhe kanë vazhduar të jenë musliman për një sasi kohe, edhe në kohën e Musës janë dalluar jo vetëm për besimin, por edhe për devotshmëri dhe durim të madh. Porse mbas kësaj periudhe kanë pasur luhatit e tyre. Grupe prej tyre ka pas raste që dhe kanë devijuar, disa me devijime të vogla, disa me devijime të mëdha, disa me gjunahe, disa kanë vazhduar të jenë të devotshëm, disa të tjerë kanë shkuar aq në ekstrem saqë kanë dalë fare nga feja, kanë shpikur devijime të ndryshme në lidhje me librin e Zotit, kanë ndjekur madje rrugën e magjisë, që është rruga e preferuar e shejtanit, dhe janë bërë pak a shumë e kundërta e asaj rruge të cilën e kanë ndjekur paraardhësit e tyre, pra Jakubi dhe baballarit e tij. Më pas, kanat adawatuhum wa ala ar-raghmi min irtiyabihim بالغوزاة فقد كانوا سمحاء تجاه الغلط الذي يرتكبه الغريب في مضاربهم. Megjithë mosbesimin ndaj pushtuesve, ata tregoheshin tolerant ndaj gabimeve që bënte i huaj në kampet e tyre. كانوا يتجمعون معا في اتساع الصحراء المترامية الأطراف متكاتفين في مواجهة العالم الضنين القاسي المحيط بهم. Ata mblidheshin së bashku në hapësirat e gjera të shkretëtirës së pafund, të bashkuar përballë botës së ashpër dhe të pamëshirshme që i rrethonte. Turathul Ibraniyin as-Sahrawi. Trashëgimia shkretinore e hebrejve, pra kjo është një temë vete që e emërton autori brenda kësaj hyrje që ne po trajtojmë, thot yedinul ibraniyun turaniyun aw al-israiliyun bil kathir li aslafihim alladhina nasha'u fi as-sahra. Hebrejt turanian ose izraelitët u detyruan shumë paraardhësve të tyre që u rritën në shkretëtir. Wa ma'a anna dinahum at-tauhid قد واجه تناقضا حادا مقابل التراث الصحراوي الذي يؤمن بتعدد الآلهة فقد تراجع هذا التناقض إلى الحد الأدنى. Megjithse feja e tyre monoteiste u përball me një kundërshti të fortë ndaj trashëgimisë shkretinore që besonte në shumë perëndi, kjo kundërthënie u zbut deri në minimum. بحيث ظل يوجد شكل من التعدد في الدين الإسرائيلي لفترة طويلة من الزمن. Në mënyrë që për një periudhë kohe të gjatë vazhdoi të ekzistonte një formë pluralizmi në fenë izraelite. Edhe këtu kjo është një pikë me të cilën
ne si musliman nuk jemi dakord, bazuar mbi Kur'anin dhe Sunetin, por se kur i trajtojmë gjërat në aspekti shkencor, i paraqesim të gjitha opinionet ashtu siç janë, dhe më pas, bazuar mbi argumentat përkatëse, ngrem ose rrëzojmë argumentet e palëve tjera. وعندما يقرأ المرء التوراة يجد آثارا لهذه المعتقدات الممارسات ونكرانا أيضا وهذا ما سنراه لاحقا. Kur njeriu lexon Teuratin, gjen gjurmë të këtyre besimeve dhe praktikave, si edhe mohimin e tyre, dhe këtë do ta shohim më vonë. تميز سكان الصحراء الساميون في نحو 300 قبل الميلاد بتنظيم الحجارة والنصب وكان ذلك معتقدا عاليا وكان ينظر إلى الرجمات أكواب الحجارة والنصب باحترام خاص. Banorët semit të Shkretëtirës rreth vitit 3000 para erëson, pra para lindjes së Isës a.s. dalloheshin për rregullimin e gurëve dhe ngritjen e monumenteve, shtyllave përkujtimore, dhe kjo përbënte një besim të lartë për ta. Grumbujt e gurëve dhe monumentet shiheshin me respekt të veçantë. Kjo lloj kohe mund të datojë ndoshta edhe përpara profetit Ibrahim a.s., gjë për të cilën thamë që kemi këndvështrim të ndryshëm. كما أنهم قد جعلوا معالم للصحراء وقد سموا الصخرة الشبيهة بالنصب المذبح المقدس الذي غالبا ما تكرر على الألسنة العبرانيين الأوائل. Ata vendosnin edhe shenja orientuese në shkretëtir dhe e quanin shkëmbin që ngjante monumentit altari i shenjtë, term që përsëritet shpesh në gojën e hebrejve të hershëm. وكانوا يرددون كلمة جلجال التي استخدمت فيما بعد من قبلهم كاسم لمدينة في فلسطين والتي تعني سلسلة على شكل حلقة من الأعمدة. Ata përdornin edhe fjalën Gilgal, e cila më vonë u përdor prej tyre si emër i një qyteti në Palestinë, dhe do të thotë një varg në formë rrethi prej shtyllash. وقد أدت الحجارة والنصب أهدافا متعددة بحيث خدمت المراسم الدينية والأضحيات وقد كان لها في الأصل مكانتها المهيبة ربما نتيجة لشكلها الغريب أو ربما لمظهرها الذي يوحي بالهيئة البشرية أو بسبب موقعها المفلت للنظر على قمة جبل أو لاعتراضها طريق المسافرين. Gurët dhe monumentet përmbushnin qëllime të shumta, shërbenin për rite fetare dhe për flijime, dhe fillimisht kishin një pozitë madhështore, ndoshta për shkak të formës së tyre të çuditshme, ose sepse pamja e tyre të kujtonte figurën njerëzore, ose për shkak të vendodhjes së tyre të dukshme në majtë e një mali, apo sepse ndodheshin në rrugën e udhëtarëve. وكان من المعتقد أن الآلهة المحليين والآلهات يقيمون في تلك الأماكن. Besohej se perënditë dhe hyjneshat vendore banonin në ato vende. Këtu po flasim për një dukuri idhujtarie e cila në fenë e hebrejve të hershëm, pra atyre të cilët ndoqën profetin Musa dhe atyre më herët që ndoqën profetin Jakub dhe profetin Jusuf, ishin të refuzuara. وكان من الطبيعي بين سكان الصحراء غير المعتادين على رؤية الكثير من الآبار والينابيع والجداول لاعتقاد أن هذه الأماكن لها شخصيتها المقدسة الخاصة. Ishte e natyrshme për banorët e Shkretëtirës, të cilët nuk ishin mësuar të shihnin shumë puse,
burime dhe rrjedha uji, të mësoni se këto vende kishin personalitetin e tyre të shenjtë. Wallati kanat tu'za ila qudrati al-arwah al-khallaqa أو إلى الآلهة التي أوجدتها والتي باستطاعتها تجفيفها ثانية بسهولة إذا ما تم إغضابها. Kjo shenjtëri i atribuoi fuqisë së shpirtrave krijues ose perëndive që i kishin krijuar ato dhe që mund t'i thanin përsëri lehtësisht nëse zemëroheshin. كانوا يشعرون أن الأشجار ولا سيما دائمة الخضرة تزخر بطاقة روحية بحيث أصبحت الأحراش أماكن مقدسة. Ata ndjenin se pemët, sidomos ato me gjelbërim të përhershëm, ishin të mbushura me energji shpirtërore, kështu që pyjet e vogla u bën vende të shenjta. لكن الأشجار كانت مرهوبة أكثر وهي تتمايل متراقصة في الريح. Por pemët ishin edhe më të frikshme kur lëkundeshin dhe vallëzonin në erë. وكان سكان الصحراء يخشون الوقوع في أجمة هي موطن الوحوش البرية وكمين الشياطين. Banorët e shkretëtirës kishin frikë të hynin në dendurira, të cilat ishin vendbanimi i kafshëve të egra dhe streh e demonëve ose shejtanëve. بل اعتقدوا بأكثر من ذلك اعتقدوا أن الأشجار يمكن أن تجذب البرق كما يمكن أن تكون هي ذاتها مخلوقات شيطانية مفعمة بالحيوية. Madje shkonin më tej në besimet e tyre, mendonin se pemët mund të tërhiqnin rrufet dhe se mund të ishin vetë qenie demonike të mbushura me gjallëri. من جانب آخر اعتقدوا أن بعض الأشجار تمهس بالحكمة من خلال خفيف أوراقها إنها أرواح حماية تمنح السكينة والمأوى وهي قادمة على صنع المعجزات ضمن حالات استثنائية شرط أن يوجد الفرد الاستثنائي الذي يستطيع فهم لغتها عندما يسمعها. Nga ana tjetër besonin se disa pemë përshpërisnin urtësi përmes përshpërimës së gjetheve të tyre. Ato ishin shpirtra mbrojtës që jepnin qetësi dhe strehim dhe që në raste të jashtëzakonshme mund të bënin mrekulli me kusht që të ekzistonte një individ i jashtëzakonshëm që mund të kuptonte gjuhën e tyre kur e dëgjonte. Kjo është pjesa e parë e këtij kapitulli që ka paraqitur autorin në librin që po trajtojmë. Këtu e mbyllim regjistrimin e videos për sot, duke i kujtuar shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. Ju përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.